Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi në formatin pa emër, një format i cili në fakt është ndryshe nga ato formate që shikonin tradicional në media, do të jetë një format i cili shpeshherë këtu së bashku me kolegët e mi ndajmë mendimet apo këndvështrime ndryshe. Ndajmë mendime dhe këndvështrime ndryshe për sa i përket çështjeve kryesore që lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por jo vetëm. Ditën e sotme, në fakt, vëmendje kryesore ka marrë që tashmë në PD ka ndalë zërat kundër Agron Shejt. Propozimit që Agron Shejt ka bërë për 3 emra, të cilët vinë nga shoqëria civile, siç është zoti Ermal Asime, që është profesor, siç është zonja Edlira Çepani dhe Florian Açka, i cili drejton shoqëria Diaspora Edlir. Këto 3 emrat janë propozuar nga zoti Shej për të vendosur dhe janë vënë në tavolinën e zotit Berisha si kusht për një bashkëpunim në zgjedhjet që do të vinë në tetor, në nëntor për Tiranën. Kjo është e gjithë panorama që ndodh. Kjo është një situatë e cila duket se zoti Berisha e ka vënë me shpatulla pas muri. Tashmë zërat kundër kanë shpërthyer në Partinë Demokratike. Janë kundër propozimit të një emri nga shoqëria civile. Janë kundër propozimit të një emri i cili nuk është pjesë e Partisë Demokratike. Grejnë pikpyetjet që lidhen me faktin që ai njëjnë bazën, kush mban përgjegjësinë qofse ata dalin dhe shpallen kryetar bashkie dhe zgjedhin bashkëpunojnë me Edi Ramën. Janë disa pikpyetje të cilat kanë lindur, por jo vetëm kaq, në anën tjetër ka dhe emra konkret, të cilët kanë dalë kundër zotit Berisha dhe kanë dorëzuar dhe i kanë thënë që jemi gati për të kandiduar për Tiranën. Është figura kontradiktore e zonjës Adriana Kala, e cila në një anë duket si luftëtare, në një anë tjetër duket si njeri i cili ka bërë deklarata të forta, gati në surreale, si rasti që do pushtojmë ambasadën amerikane, por dhe gjithashtu thirrjet e shumta që i drejtoheshin zonjës Yuri Kim. Në anën tjetër ngrihen pikpyetje dhe zëri tjetër që ka dalë kundër është ish drejtuesi Brengenit, djali Besnik Mustafait, i cili në fakt ka bërë një reagim në rrjetet e tij sociale, ku ka shprehur dhe ka reaguar kundër propozimit të shoqërisë civile. Madje ka thënë që shoqëria civile po e shkatron Partinë Demokratike dhe ka atakuar dhe aleatët e Partisë Demokratike, të paktën sipas tij që nuk kanë më valencat e dikurshme politike. Sigur mos mjaftonte vetëm kaq. Në Partinë Demokratike ka disa zëra apo dhe mbështetës tyre të jashtëm. Siç kemi pasur rastin, kemi pasur në studio avokatin Kujtim Cakrani, i cili në fakt ka reaguar haptazi kundër shoqërisë civile. Ka thënë duhet një profil dhe një njeri politik i cili duhet mbajë mbi shpatulla këtë betejë të vështirë. Tashmë Berisha është me shpatulla pas muri. Do duhet vendosi, o do të dëgjoj çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike, ose do të shtrijë dorën e bashkëpunimit Agron Shejt. Një qasje e cila koha do t'rregojë se kush do të kishte drejt, por deri në ato momente, Partia Demokratike duket se ka hyrë në një luftë të brendshme, në një luftë për të gjetur kandidatin i cili duhet mbajë përgjegjësi për Tiranën, duke qenë se një pjesë e deputetëve nuk kanë dashur të mbajnë këto përgjegjësi. Kjo do të jetë pjesa e parë, kurse pjesa e dytë do të jetë konkretisht një çështje e cila lidhet drejt për drejt me një luftë të mundshme brenda Partisë Socialiste. Erion Veliaj ka dërguar në kushtetuese Bariam Begajn, presidentin e vendit, në një betejë që vazhdon për bashkinë e Tiranës. Në anën tjetër, Partia Demokratike zgjedh kandidatin, në anën tjetër, Partia Socialiste, Erion Veliaj pretendon se bashkia po i merret me pa të drejtë. Kjo është një kaos politik, por dhe një absurd politik, në kohën kur ka hyrë betejë sa politik drejtësi, sa drejtësi politik, por dhe sa politik në kontekstin e një lufte të brendshme që kanë aktorët për pushtetin absolut që duan. Këtë do diskutoj së bashku me kolegun Andri Bala, të ndarë në 2 këndvështrime. Andri, përshëndetje. Qysh jeni mo? E ndavën 2 pjesë, për thash dhe çfarë. Inshallah po vjen koha kur ta ndash në 2 pjesë emisionin, nda futen edhe reklamat. Po, ajo është me të parë me të bërë. Ne bëjmë tonat. Shohin atarë se ne të punojmë. Jo, ne bëjmë tonat tash po. Ne dim si janë reklamat në këtë vend. Fiks tamam. Ideja është që paktën unë po thoja ose siç e nisa në lidhjen e parë që
isha dje në studio qëllova që t'isha me zotin Asime, me profesorin. Në momentin që e pyeta zotin Asime, pastaj e pyeti moderatoria dhe jo unë, po ishe shumë e qartë se zoti Asime nuk kishe asnjë lloj entuziazmi, asnjë lloj dëshire, nuk e shifte veten si personi, prapë s'kemi se? Jo, thjesht po shikoj këtë. Më fut frikën kur bën kështu lëvizjesh. Po shikoj live-in. Jo, nga që ishte në fytyrë kështu sigur. S'ka zë prapë se mund më del tu, po ndonjëherë çfarë s'bën vaki nga këto kompjuterike, se më rregull jemi. Ideja është se zoti Asime nuk më duke entuziast. Madje më duk si diçka që po ja ofronin, por që nuk e dëshironte. Tani pse e përmenda zotin Asime për treguar gjithë personazhet e tjerë, sepse nëse do ju hym kontekstin se kush mund të jetë më popullori për të treve, ose më, do shta kandidatura më ideale, unë nuk e di, nuk e kam provuar personazhet e tjerë. Por në kontekstin që flasin për balë Partisë Socialiste dhe Gerda Maristiliu, ti kandidaturë më e fort nga këto të treja të propozuar, flas, nuk po hy fillimisht po diskutojmë çfarë janë propozuar, është zoti Asimja. Për sa kohë zoti Asimja se ka as me dëshirë, nuk e ka as vokacion. Pavarësisht për shkak të bindjeve të tij, ka qenë i djathtë, ka qenë pjesë e kopit, pastaj ka punuar si këshilltar me shumë pak punoj me zotin Berisha, themeloi UET-in, më pas e shiti aksion dhe doli veç mas. Nes po hyj asaj pastaj për shkollën, që tani ka i shkollë tjetër. Ideja është që nuk më duke entuziast sikur e kishte me dëshirë. Tani ndoshta ndryshe nga zonja Manastirliu, absolutisht në kontekstin nuk e donte kandidaturën për Tiranën, se edhe nga krau tjetër nuk e doni kandidaturën për Tiranën, po në kontekstin që pse më çon atje, sepse unë ndoshta kam një projekt tjetër politik, por jo kur je apolitik ose të quajnë apolitik dhe Unë mendoj që Manastirliu, Anri, sa për diskurs, ka thënë dhe pse po përfshihem unë në një luftë që s'më takon base, se Bashkia e Tiranës... Ndoshta e ka marrë në atë kontekst, jo pse po përfshihem, po i bie do përfshihet... Ç'më duhet mua, po pra, do përfshihet një përplasje që vërtet... Po hyre aty s'ke çfarë bën base. Absolutisht. Ideja është që nuk e pash se, madje edhe i thash zotit Asime që për herë të parë profesori ka ardhi pa përgatitur mësim. Ai qeshje pranojnë sensin batutën, por realisht i shpreha ishte nëse do ma ofronin realisht pozicionin, do ta mendoja. Pra nuk është vendosur asgjë, sepse Partia Mundësia gabimi i parë që bën të hedh në kandidaturat për cilët as ata vetë nuk e din akoma se ç'do bëjnë nëse i propozojnë. Më kupton, kush është ngërçi këtu? Pra, ti më thua se janë këta 3 emra, po këta 3 emra se di që janë. Si dikur që meshin që morën Mojsiu, e morën duke los tavull dhe e bën president. Te lagja aty, nuk ka rëndësi. Pra, nuk e dinin, hajde o zotëri se do bësh president. Kështu dhe puna në kësaj, hajde ti tani se do bësh kryetar bashkie, po zoti Asime nuk është Mojsiu, nuk ka as moshën e Mojsiut që tu bënte president. Dhe ky kryetar bashkie, kështu që e shef ndryshe. Pra, asnjëri nga këta, për mendimin tim, nuk është projekt. Sepse në një kohë kur, po unë nuk desha t'i hyja se ishte t'i bija më qaf zotit Asime. Realisht ishte t'i bija më qaf, që t'i thojë ti 1, 2, 3, 4, 5. Po, të kujtoj normal që nëse ti nuk e ke iden, je apo si akoma. Nëse ti nuk e ke iden, a do e pranosh nëse të propozojnë, ti për 2 javë do dalesh në fushat. A do dalin në fushat këta njerëz, sepse më 9 nëntor janë zgjedhjet, për zgjedhjet lokale më duket se janë 2 javësh fushata në të kontekst. Pra i bie diku tek 3 javë në ka ngel nga tetori që të përzidhet të ndezi motorën, të projektojnë veten si kryetarët e ri të Bashkisë Tiranë. Pra këta njerëz që do nxirren, ndërkohë Partia Socialiste e kam nëse ka bërë vakancën e Erion Velia 7 muaj, unë besoj Edi Rama nuk ka pas të shkakon të Erionin që në fillimër. Besoj se ka bërë për të fituar kohë, për të gjetur
për të mbaruar një palë zgjedhje dhe për të gjetur kandidatin, për të menduar si të gjej kandidatin e duhur për Tiranën dhe kush më duhet e si më duhet e me projektin se si do e fitoj. Dhe këtë do përdor. Kush është ekipi që do fusë në lojë kësa herë? Sa më dëmton, sa s'më dëmton, kurse këta janë gjetur pa përgatitur. Këta dhe kandidatët që na i hedhin, pra kandidatët më serios që propozojnë veten ose thrasin veten, ndoshta na pëlqen, s'na pëlqen, kjo pak rëndësi ka. S'është me dëshirën tonë, se ne munduam. Ka shumë njerëz që si pëlqen Ramën. Ka sa njerëz, shumica e pëlqen. Tani nuk është faji i shumicës që pëlqen Ramës, as atyre që e urrejnë. Nuk ka rëndësi. Por nuk mund ta gjykojmë shumë. Si shikon faktin që godasin Agron Sheajin? Kuptimin propozimin e zotit Sheaj. Nuk ishe propozimin e zotit Sheaj. Unë nuk e ndoqa zotit Sheaj djenë darket e zonja Duma, me thënë drejta. Asu nuk e ndoqa, por unë di kontekstin që sot ka ndalë zërë. Edhe pse duhet tisha, edhe nga që zjodha tika të imi keshe ime, po doja tisha të përballë këtyre në një moment. A kupton që nuk e ndoqa si isha në një emision tjetër? Si e shikon këtë shpërthim që ka ndodhë sot? Prit, ja, pa të pëthoja. Zoti Sheaj delegoj në thonjza, pavarësisht është deputet, zotin Kapri. Zoti Kapri në deklaratën për shtyp, doli dhe foli me i tonë krypësisht. Ta them sinqerisht, a thua se ishe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe i kishe vënë në rresht këto partitë e tjera të vogla dhe po thuj si i dha urdhër. Që ata kanë pranu, ishe me i tonë që ne këtu po kemi vënë veton, jemi këtu, ne jemi ne që po të shikosh në gjuhë trupi dhe në linguistik, sinqerisht, ose semiotikën, po të shikosh lëvizjet, sinjalet, ose e kuptojnë që këta e kanë futur këmbët në një këpuc, zotit Berisha, dhe tash po vendosin edhe për kandidatin. Dhe kandidati ishte e para, kishte zgjedhur ta isha politik, dhe e treta duam një nga këta të tre. Pa është dakord Lapaj? A është dakord Shej? A është dakord Medio? A është dakord Iliri apo Tedi Blushi, s'ka rëndësi? A është dakord ky i Mesila Dodës, Idrizi? Pëdiuja? E sa tjerë janë Partitë Demokratike? Pse du ta vendosi Sheju? Sheja i goni e se vendos do Tiku? Pse kjo është ngërçi që sjell ose përplasje Armal. Sepse Tiku do thot, sepse Tiku përpara zgjedhjeve ka pasur një përplasje akuza shumë të rënda me Agron Sheaj. Shumë vërtet. Nuk është një marrëdhënie romantike midis të dyve. Spak. Po. E lem pjesën e Spakut. Ka pas një përplasje shumë të fortë. Janë Spak, se Spak ka qu dhe Gazi Mulin edhe kur vjen puna aty bashk. Ata kanë pas marrëdhënie shumë të fortë, sepse janë partitë ndryshme, nuk janë një njëti grup një parlamentar apo një njëta parti. Tani, si mund të Tiku është në rang kombëtar disa vota më pak se po bëhet fjalë për Tiranën këtu. Nuk i kam parë në Tiranë se si janë Sheaj me Lapaj. U tregua më lojtar, do me thënë, Sheaj u fokusua në Tiranë, Lapaj u gjithë Shqipërinë. Po pra, kjo është ideja. Është idiotësia e Lapaj, se Lapaj këtë lloj shpërhapje e ka pa dhe më përpara dhe ka dështuar, ku ka qenë Aleanca Kuqezi, nuk e di nëse vazhdoi. Edhe kandidoi, po më duket se kandidoi në Sarandë, mos gaboj. Kandidoi. Po pra, dhe shpërhapja e Aleancës Kuqezia ishte një idiotësi në atë kohë. Në vend që ti mbledhin forcat, po s'ke fuqi të kontrollosh ti as votën, as sa do garancisë ke dhënë. Gjithë fuqinë duhet ta fokusosh në qendër. Dhe mund të kishe marrë 2-3 mandate në Tiranë. Ishte surprizë dhe ishte e Duleviçit, Asmerit, absolutisht vjerë, po kjo është tjetër gjë. Ose do të kishim bërë sondazhet kur të kishim parë ku ishim më të fortë, po mos flasim për zgjedhjet. E kam fjalën, këto kanë pasur përplasje shumë të fortë. Tani pse duhet Lapaj, qoftë karakterialisht, po ta shikosh, e ke vore që nuk është tip që i punon shumë truri për bashkëpunime. Është emocional. Nuk është pragmatist, po pragmatist është ai, po është emocional pragmatist. Është pragmatist që i udhëhiqet nga emocionet. Po këtë po them. Po nga emocionet të prishet komplet pragmatizmi. Po, di më po. Se fillon pastaj o deliron, ose ke probleme, ose je afeksionuar ndaj dokujt dhe të zbehet pragmatizmi.
Në këtë përplasje më fal. Para se t'i bëjmë një thirrje teleshikuesve që na ndjekin, të bëjnë subscribe, të bëjnë një like aty ku na ndjekin live edhe ta shpërndajnë në diasporë, por edhe në Shqipëri, kushdo që na ndjek në këto momente, është e rëndësishme që të klikoni, na bëni like dhe të na shpërndani kudo që flitet shqip në diasporë, në Shqipëri është shumë e rëndësishme. Po, edhe po thoja dhe ta mbyll që të të lej fjalën se duket sikur Zoti Berisha për të shuar këtë përplasje që pse nuk e zgjedh Lapaj, po do e zgjedh Sheh, pse nuk e zgjedh Iliri, po Agroni apo e kështu me radh, Arbeni apo Gonja, ku dëgjon çka kanë ata aty për rreth, apo Gazi, do ta zgjidhte PD-ja. Për shkak se është parti mazhoritar, do të vinte në një trojes përbashkët, duke nxjerrë ndoshta një kandidat a politik sa ashtu e mendojnë ata, po unë prap nuk jam dakord për 1100 arsye. Problemi është se nuk mund dalja e zotit Shehaj e dëmton totalisht të ardhmen e një kandidati gjithë përfshirës të gjithë partive tjera. Se dalja e tij me atë lloj gjuhë, sikur e vendosën këta, edhe këta i vun pikat mbi i në këtë takim dhe nuk u dëgjua asnjë tjetër, i bie që këtu zoti Shehaj vendos. Unë kam parë disa këndvështrime brenda PD-s. Më duket sikur PD-ja është vetë në luftë totale me njëri tjetrin. Para se dilte propozimi i zotit Shehaj, ka dalë zoti Bardhi në një emision dhe ka thënë ne kemi zgjedhur kandidatin do jetë pjesë e shoqërisë civile. Po, RTS mos gaboj. Në RTS ka thënë. Dhe tani mua më duket që o këta po dalin gjithë kundër Berishës, ose vetë zoti Berisha nga që s'do t'ju lej shumë i njohur. Shumë i njohur e specifikoi i paka shumë që shumë i njohur pjesë e shoqërisë civile, i dhajt e dikitin ai. Po s'ishte asnjëri as Elida as Armali e ka dhënë, s'po dua ta them unë, po e ka dhënë ai. Po pra, nuk kishte asnjë nga këta tre që tha Agroni, po them. Jo, ishte një aty që tha Agroni. Ishte një. Po s'po e them unë emrin se. Orët e tresha që doli, kishte lidhje me Gazbardhin? Kishte. Po kush Armali, s'ka tjetër. Flori që ka qenë, po s'ka Elida. Nuk ta them emrin, do ta diskutojmë një moment dytë. Po kur e tha Agroni, po them, flas për deklaratën e këtyre të treve. Nga këta të tre kush ishe që pretendon që ishe ai që prezantoi Gazbardhi, mas herë dhe mos, as publiku nuk e di. Po, as publiku s'do t'ja themi se, po ja tham publikut, do t'ja themi pjesën tjetër. Po një nga duhet ta vrasim pak mene, se ne po ja tham, po se qa kuptimi ka. Po s'kishte asnjë cilësi në ato që thot Gazi. Kishte, një nga ata e ka. Për Mali s'është shumë i njohur. Ai Flori ere atë se një as lagja vet. Këtë po them, Elida çfarë është një. Por ata e bëjnë. Ore, edhe sot, po ti pyesësh njerëzit, mbas edhe zotin Bardhi nuk e njohin ore. Ai foli shumë i njohur, ai ishte po flisë tamam si për Lubonjën. Fatos Lubonjës, ata diskutojnë që fillim. Po të marrësh të mirëqen, çfarë thot zoti Bardhi, duhet shikosh precedentet historik të deklaratave të tij. Asnjëherë nuk i thot ato që i ka seriozisht. Kështu që nuk do jym në këtë pjesë që ti referojmë mbi atë. Jo, them mbi atë që dëgjova unë nuk e lidhsha me asnjë nga figurat. Mua më bëri kjo përshtypje. Doli zoti Bardhi tha këtë. Të nesmen doli zoti Shehaj nxori këta tre emra. Vetë zoti Berisha qëndron pas kuintave dhe nuk flet. Në anën tjetër në Partinë Demokratike ka disa zëra të cilët kanë dalur haptazi që duan njeri politik. Në anën tjetër në Partinë Demokratike ka deputet të cilët do duhet minin përgjësi dhe nuk i marin. A thua ti se është e lidhur karrige apo mandati, a thua se ata ka ngel pa punë dhe pa atë mandat, po ju hoqë mandatin nuk gjenë do të më punë ditën e nesme. Dhe në këtë kontekst, mua më bëm përshtypje diçka. Tani, o zoti Berisha, ndihet i pafuqishëm në këtë kontekst të ngjarjeve pas 11 majit dhe mbase di disa gjëra më shumë se çfarë do ndodhin dhe thot, ore t'ja u delegoj të tjerëve që mos më shigjetojnë mua dhe mos më godasin mua për përgjegjësitë e mia politike, ose zoti Berisha kërkon që mos ketë emra apo figura cilët kanë një ambicie politike dhe nuk do më të identifikohet njerëz të tjerë cilët nuk kanë borxhet e ai, se po të shikojmë sot zoti Berisha rrethot me njerëz që kanë borxhet tek ai. Dhe secili prej këtyre anëri
nuk ka fuqin të reagoj kundër zotit Berisha, sot sepse ka ndalë humbës në qarqet e tyre. Më dhe ndjen të kushtëzuar sepse kur ti e humbës dhe ke mbështetur kauzat e zotit Berisha, atëre ti nuk ke më të drejtë morale që të ngrihesh kundër ti, se ti ke qenë pas ti nuk e se ke qenë kundra ti. Dhe në këtë kontekst mendoj që aty po luhet një mekanizëm që mos të dali një individ i cili të jetë dhe politik, por dhe mos ketë borxhe tek zoti Berisha. Tani, pikpyetja është me drejt, a e kushtëzon dot zoti Shej, se politikisht nuk qëndron, që zoti Shej të kushtëzoj zotin Berisha, nuk në asnjë doktrin politike, në asnjë ekuacion, pragmatizëm, marrëveshje, ku ta diun okulte që ndodhin politik, nuk do të që ti me 2 deputet që me zi i more, e të vishë është njësoj sot, si ti themi ne Top Channel, ne të rivalizojmë ty me audiencë. E të Top Channel e një sekund që përna thua. Se të dy kemi një hapësirë, thot në YouTube. Por jo dy të kemi njëtën shikueshmëri, njëtët histori, të njëtët klikime. Pra nuk do ti që ti ta kushtëzosh me i dopti në këtë botë. Ma asnjë botë tjetër s'ka ndodhur që me i dopti të vë kushte. Ma nuk e di në asnjë faktor apo fush, me i dopti nuk të kushtëzon dot. Në këtë kontekst të ngjarjeve të zhvillimeve anë, unë mendoj që këtu po luhet diçka më underground. Dhe që mendoj që përsëri në këtë underground, sepse ke zotin Qori që do kandidoj vetëm. Po. Vetëm, a i tha... Me nuk e lëvizjen besoj pas. se kandidon vetë Jo Qori. vetë zoti Qori, tha do kandidoj vetëm, lëvizja e tij që përfaqëson ai. Patjetër, thanë ata. Por nëse ata pastaj do vendosin për kandidatin. Po. Ata do vendosin për kandidatin. Nëse fillim, nga thirrja që bëri Skefaj, ose Skefaj, në fillim u duk sikur do kandidote vetë zoti Qori, sepse dhe zoti Muçi është mandat në parlament. Po ai tha pastaj e kthyn mund të kandidoj Muçi dhe të kalojnë në parlament Qori. Mund të lejnë edhe Qorin në parlament, se ata përdorin një mekanizëm që të jenë të pazë, janë të qartë ata në qëllimet e tyre. Kupton? Thelbi qëndron që në këtë panoramë, a do mundet një aktor i shoqërisë civile të bëj bashkë zërat? Unë e shikoj të pamundur anë. Sepse një aktor i shoqërisë civile mund të jetë një figurë shumë e dashur për qytetarët, por në këtë situatë do përballesh me një luftë politike. Ti e the zoti Asimja ishte i papërgatitur. Është i papërgatitur sepse ai vetë se ka kërkuar. Dhe ai mund të jetë në një kurth. E ka ngritur këta, duke qenë se e din që ai është i djathtë, duke qenë se e din që është një figurë i cili ka qenë jo shumë i ashpër, por ka folur gjithmonë, nuk ka mbajtur qëndrime të ashpra, në kuptimin edhe kur është përçar Partia Demokratike, dhe mund të jetë një kurth për ta sjellë në betejë zotin Asimja. Dhe ai me drejt tani thot, ore dhe mendon, thot, ore ku po shkoj, thot. Se shisoj si ti jesh mirë e bukur, të viti kush tani na thot neve, hajde futuni se do luaj Tirana me Partizani, futu bëm me Tiranën tjerë male dhe futu në loj. Puc me taka s'kemi, jo mu. Po mirë puc me taka, po them se tek pucët ajtë se do gjemi një paratlete, po them unë 1 minutë vrapoj mërë burë, se nuk kam më takat. Edhe pse do duhet më shajnë mua tifos të Partizani, them, kur jam rregull, edhe këta Tiranës, më duan dhe ata të Partizani më duat. Se më kujtua Zhaku që ta, që mundesh mua kjo punë, ishte kam nga pësaja, po t'i kam rregull, dhe ai, duke që se ka një biznes, mund të që pun ka mu, të të marrë një risk kot, se problemi se tani po bëj lidhjen, se mua beti... Nëse është dhe përfitim... Jo, po, dakord, jo më ke shumë të drejt, po bëra lidhjen, Mana Steliu ish ministri arsimit, ky ka pas shkollë private, tani thot që më duhet mua dal kundër zonjës Mana Steliu, lidhjen nuk ka si gjë, se çdo njeri do ketë si përmarrjen e vet në këtë vend. Por po them si janë të lidhur ngjarjet, se ne tani në Shqipëri po jetojmë. Ose do dalësh... Steliu është arsimi, sepse dhe nëpërmjet arsimit kontrollon shëndetësinë. Sepse kështu janë të lidhur po kontrollot, shkot që Rama, unë tani që e kuptoj Anëri, Mana Steliu vërtet s'ka ditë gjë, por Rama ka qenë asgjë diabolik, sa kur e ka të shuar në arsime ka përgatitur për Bashkinë e Tiranës. Sepse arsimin e dim që pjesa më e madhe e mësuesve janë politik.
pra ti e di shumë mirë portali për mësuesin, lufta e madhe që u bë, se tani nga që më the ti dhe më lindën këto të tjerat, se si deduksion, po qa është diabolizmi politik, se ku ne kemi parë Ministri Arsimi, kemi thënë po qa do ma nësë liu në arsim. Rama ka dashti bëj shtirjen kapilare, për t'i përgatitur terrenin, ta përgatise për Bashkinë e Tiranës. Dhe më thëmë, plani i Ramës, dhe këtë duhet ta dëgjoj Veliaj, në qoftë se nuk e mendon në burg. Plani i Ramës... Velia kanë lënë telefon që ta dëgjoj se nena në YouTube. Jo, po them në sensin, plani i Ramës, tani që unë e mendova ftohtja, kështu me erdhi si ide, plani i Ramës ka qenë para disa vitesh. Manaseliu të vërtet i erdhi papritur, po ai nuk e ka pas papritur. Jo, absolutisht. Po ka që papritur, më ka 7 muaj, 8 muaj që e mendon, po them. Jo 7 muaj, ai e ka unë mendoj që ai ka 3 vite. Jo, unë e di si është problem. Mund të jetë edhe kjo. Në sensin që i ka shtruar terrenin. Unë besoj se, jo, absolutisht, po unë besoj se ai nga Ministri Shëndetësie e ka katapultuar Ministri Arsimit, sepse ka një lidhje shumë të fortë midis Ministrisë Arsimit, midis Ministrisë Shëndetësisë normal, sepse gjithë këta profesorët që janë nga dekanët apo kryesisht janë katapulta kryesore edhe në shëndetësi, që janë pjesë drejtuese. Po. Më kupton, janë poste drejtuese. Dhe si ti je ministri Arsimit, si ministri Shëndetësisë, prapë me këta profesorë do merresh. Po ajo ka qenë, shko, po të shikojmë. Kjo është një basi janë dhe rastësi. Prit, po pra, jo, mund tjetë rastësi e bukur që po sa prapë ka qenë dhe drejtoreshe QSUT-s. Po. Do më thënë, ajo çdo lidhje ka pasur... E ka shfrytzuar dhe Rama këtë pjesë, por është ajo që vazhdojmë të themi normal se nuk ka lidhje më shumë me këtë apo me atë. Unë besoj se është personi më i dur që i duhet Ramës tani për të krijuar një çfarë. Sepse ngriti atë presionin, si thuash, dhe zgjodhi Manaseliun sepse nëse do zgjidhte Belindën, do dukej i vogël përpara Belindës. Ose sikur e zgjodhi Belinda atë. Sigurisht Belinda atë, dhe ky kishte zgjedhur kryeministrin e ardhshme ose drejtuesen kryetaren e ardhshme Partisë Socialiste. Mezira Manaseliu doli komplet jashtë, pothuajse jashtë parashikimeve për të nxjerrë brenda figurës Zoe Manaseliu, që nuk ka asnjë lloj ambicie për të bërë kryetare e Partisë Socialiste, as për të bërë kryeministre momentalisht, pastaj Oreksi vjen duke ngrënë. Po të paktën në momentet që po flasin nuk e ka këtë ambicie. Dhe për këtë e ka zgjedhur edhe kryeministri. Ideja është që ta lidha me kandidatin politik të Partisë Demokratike është Ana Polla. E para njerë dhe zoti Asimja për shembull që doli. I kanë dalë emrat tek këto të fondacionit Soros. Dhe zoti edhe zonjës Kalaja tha për zonjën Lida Çepani që kam prova, unë mos më bëni të nxjerr pse i kanë dalë, po e zë pse nuk janë. Ose janë nuk kanë. Prit, janë ose nuk janë. Nëse një parti ka një retoriko, se unë se di si do shkojnë zgjedhje këto. Se erdhën zgjedhje, më 3 javë janë. Andri, mua retorika e Sorosit nuk e të shmënduri. Në më thënë, ai mund qëndroj në një pikë, po jo ta bësh krye fjalë. Rama është i kujdesshëm se mendon për 10 hapa pas. Këta nuk janë të kujdesshëm fare, dhe po ja kemi futur kotu, nuk ka problem, se nesër pas nesër e ndrojmë pllakën, bëjmë si dune. Jo, shqiptarët nuk janë butalle, që talësh ti, minimalisht mos talësh, se besim nuk kanë as TPD, as TPS-ja më, e din kush janë, si njëra si tjetër, minimalisht mos i talë, se kur i talë edhe i fyen. Tani, s'mund të i fyesh inteligjencën ti 30 veta, ne bën sikur bën luftë me Sorosin, pastaj më zgjedh kandidatin e Sorosit kryesor për kryetari i Bashkisë Tiranë. Po kryetari i Bashkisë Tiranë e Partisë Demokratike, nëse fiton, do jetë me largimin e Berishës, do jetë dhe projekti për të qenë kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike, apo jo? Po, dhe projekti është projekcioni. Po kështu është, i bie të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Tani këta po bën 3 kandidatura që se dim çfarë do bëjmë, ta shikojmë kur të na ftojmë. Po ka kupton ti tani? Të pa përgatitur totalisht? Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse këta nuk janë të përgatitur jo vetëm për fitore, po këto as nuk kanë mend ta fitojnë edhe sikur t'ia japin pjatë argjend.
fitore. Nuk e kanë frikë, nuk e di ta këlltisin atë luk, nuk e di pse ekziston kjo frika, dhe ajo që më vjen keq në fakt për PD-n, ta them sinqerisht, po kuptoj që se kam parë një lloj çrentimi masiv, që është faji Berishës, se pse nuk i kontrollon këta ose ti grupoj dhe, por unë besoj se PD është mbushur me idiot dhe dallkauk. Me ignorant, sinqerisht. Edhe këta që iqen si intelektual, janë me kokra, ta them sinqerisht, janë me kokra... E di pse nuk e ndaj këtë mendim, Andri? Po. Në sensin që... Këta drejtusit, thash, nuk po drejtusit, e kuptoj, po drejtusit. Ata në këto momente, ta kam thënë, ata i ndjen borxhli dhe janë të detyruar të thonë çfarë thot Berisha. Por ç'po thot Berisha gjë më e thënë këta, njëri thot kodram, tjetri po sepse nga që s'po thot gjë ai këta për t'ju shko, ka diçka në partitë politike. Po këta prandaj janë idiot. Po nuk i kinë pishur shoku çfarë të bëjmë. Do t'rregoj diçka, se po besoj do e kesh mbajtur mend. Ka pasur një kongres Partia Socialiste. Po. Dolën të tërë si debila thanë, po t'jetë puna midis Shqipërisë dhe PS-s, ne do zgjedhim PS-n. Patjetër. E tha më duket sa i miri i pari, e shoqëroi Taulanti, Spiro Pali bërtiste më fort. Spiro Pali s'kishte nevojë, Spiro Pali është visto për po ishte në atë kohë, nuk ishte ça. Domethënë kuptoti, po pse e thanë ata? Ata menduan që po të themi këtë gjë thanë, ne do të hyjmë në sy Ramës dhe do të bëjmë qefin antarëve këtu të Partisë Socialiste, sepse ishte një periudhë që PS-ja kishte kanabizuar vendin dhe këta po ndjenin sulmet, bisupe. Edhe thanë, hajde po themi një budallëk tjetër, thanë se s'kemi çatë, më ndjen aq keq, sepse po shigjetoheshin dhe po ta pyesësh mbase sa i mirin sot. Ti thosh, ore, këtë do ti PS-n do apo Shqipërinë? Do thot Shqipërinë mendoj unë, vetëm po ti jesh i çmendur thuash dua partinë. Mua po të më pyesësh, domethënë unë e kam si vokacion tim që një vend duhet prevalojë mbi partitë politike. Mund të kesh debate të forta PD PS, ore jo urrejtje, se unë nuk jam njeri që mbjell urrejtje, por mund të kesh ato, se ka domethënë ka njerëz të cilët i kanë plagët e hapura që mund të jenë persekutuar, ne dim që ndodhin në 90-ën dhe kanë gjithë drejtën e botës, por... Ore mund të ketë komunistë që thënë që ishin mirë atëre që na bëri kapitalizmi. Po ka të gjithë të burtani... Edhe ata kanë gjithë secili... Ore gjithë secili ka drejtën e vetë, por në kontekstin e çmendurisë e deklaratave politike, sepse këta i thonë në sensin si rretullohet boshti rreth tokës, edhe ata mendojnë që duke thënë këto deklarata, dikush thotë, ore, po të them do sikur i parapri Berishës që i them shiko se unë isha në njëjtin mendim me ty. Dikush tjetër nga PS-ja thotë. Se me Enveri tha, ai e ka gjetur tha titullin e librit. Detyra juaj është tha të gjeni se çka ka menduar ai. Po kështu është. Çka ka vendosur ai. Ne mund t'i marrim me të qeshur, por në kontekste jo, prandaj po të them, jo mund t'i marrim me të qeshur se është vërtet për të qeshur. Detyra juaj është ta gjeni titullin. Po, detyra është të mendosh çfarë mendon ai lart tani, hajde. Dhe gjithë problemi, prandaj thon ata në politik do nerva të forta. Se gjithë problemi, shko ka diçka, Andrej. Mund të jem unë vartësion në politikë. Dhe ti nuk më thua asgjë, dhe unë vete delegoj një informacion. Pase ti se ke fare në mendje atë urdhër, dhe unë me mendje i them, ai tjetri mendon se e ke thënë ti. Dhe në këtë pjesë, po s'pate nervat fort që po sa tha i pari vetëm atyre të veprosh, hyn në një luftë psikologjike. Pjesa më e madhe, mua më tregonte një ish ministër, Andri, më tregonte një rast me jo kur e morin 2005 zoti Berisha pushtetin, po më përpara, dhe kishte edhe një ministër kishte mosbesim. Dhe qa bënde? E lindet priste 4 orë në që para se të takonte. Bas 4 orës e takonte 3 minuta. A i ikte, sa ikte gjusëm rrugës e mirë të sekretarja e këthente nga rruga. Hajtë se takon presidenti, hajtë se takon kryeministri. Po kjo është luftë psikologjike, se një njeri për shumë do të bëjë, i këtë shtua unë me këto punë, i ka ndej, hajtë te, më mirë ta lë. Dikush që ka nervat që liku mund të duroj. Dhe ti nuk e kuptën dot se kjo lloj nervash është lloj psikologjike në vendet që janë demokratike si tona, se në perëndim nuk të poshtëron dhe nuk e ka qëllim ai të poshtroj. Mund të ketë vende të caktuara, se mos flasim sikur dim gjithë perëndimin se e pam Sarkozyn si e fluturuan. Por në thelb politika sa psikologjike dhe nervore. Në këtë kontekst ata nga që ndjen tërë të përhumbur tani dhe nuk ju mbajnë më, ore,
ata gjitha aty kanë lek, po s'u mban më nerva tani. E kur vjen para Berishës kushtozohen. Kështu që në këtë pjesë mendoj që Unë pa tjetër, po besoj se du t'i kishte zgjedhur më të dur zotëria këta kursantët, që minimalisht kur të dinin për të gjetur një thirrje dhe qytetarëve të bëjnë subscribe, tani direkte që kur të dilnin nga zyra e tij të paktën të gjeni një titull për afërt me doktorin, po jo secili për çeft tyre. Të dashur miq, ju lutem na ndihmoni me këtë pjesën e subscribe-it dhe duke na bërë share në Diaspor, sepse është mundësia e vetme për të qenë jo vetëm pranë jush, por edhe pjesëtarëve të tjerë ose për të rritur shqiptarëve, jo për të rritur, jo për të qenë pranë shqiptarëve të tjerë që ndodhen në diasporë, sepse mundësitë janë të pakta këtu në Shqipëri. Besoj dhe kam dëshirën që minimalisht ose idetë tona apo edhe mendimi juaj të vi, sepse ka shumë vlerë. Tani jo më se e kthym dhe vlerën e mendimit e kthym dhe në votë këta tanët, po mendimi i juaj, sikurse edhe i shqiptarëve që jetojnë këtu, por dhe i atyre njerëzve që kanë ikur dhe kanë sakrifikuar vite e vite punë për veten e tyre apo fëmijët e tyre, na japin një lloj mendimi se si e shohin ata ose një perspektive ndryshe se si e shohin ata Shqipërinë sot, sepse ne jetojmë në këtë fshatin ton të vogël dhe prej shumë vitesh dhe kemi harruar atë se kush ka qenë apo se si është, se ne shohim zhvillim në ngadalë apo mund ta shohim ndryshe, mirë apo keq. Noka por i ka qurt, këtë duhet ma shpjegosh pak se s'po e kuptoj dot. Noka nuk është se flamuri është ai që e di titullin e librit se ja ka thënë doktori ndoshta. Besoj unë. Se është njeriu që mund të jetë më i afër doktorit, që mund ta takoj më shpejt për sa kohë, ose më saktë është ai që që luan fijet me këta të tjerët. Besoj unë. Dhe besoj se do shpresoja që fjalën e fundit për zgjedhjen e kandidatit ta thoshte Partia Demokratike që mos krijote këtë ngërçin midis partive të tjera, se nuk do arrin të bashkojnë dhe kanë më kohë se kandidojnë. Dhe këto kandidaturat, të tre që u dhanë nga zoti Agron Shej ose nga deputet Partisë Mundësia, nuk ka rëndësi, besoj se janë kandidatura për të djegur. Nuk janë kandidaturat për të garuar. Më prek pak pjesën e dytë, sepse... Edhe të dytën Erion Velia e me... Se dhe koha, se edhe për tikur. Erion Velia në garë me vetë-vetën, besoj se i ka qurën kushtetuese vendimin e Baromit, po vendimi Baromit nuk është vendimi Baromit, është vendimi Ramës. Kalimi i kushtetuese, vendimi Baromit është kalimi në kushtetuese të respektimin e të drejtave themelore të një individi, është për t'i hapur, kjo është nisja e luftës ballore me Edi Ramën. Nisja e luftës ballore. Jo, sepse deri në momentin kur Këshilli e propozoi, është pavarësisht se Rama i urdhëroi, është okay. Kur e miratoj vetë, okej, por kur ti, sepse mendon Partia Socialiste, është grup o vlla, është grup politik, dhe mendon, si neve, jemi 2 veta drejtues, jemi 10 veta, nuk ka rëndësi, dhe themi për të mirën e kësaj studio, kjo gjë duhet bërë kështu. Anri nuk vjen se është 3 muaj pa qef, do e zëvendësoj dikush minimalisht këto 3 muaj, derisa të shërohet, do e zëvendësoj në studio se nuk mund të rrim pa ecër emisioni. Fjala vjen. Dhe është legjitime kërkesa. Po kur ti fut duart te kushtetuta, aty është tjetër gjë. Aty është komplet tjetër gjë. Sepse ti nuk respekton minimalisht drejtat e personit në fjalë dhe kushtetuta është e pa shkelshme. Nuk mundesh ti, pastaj ti ke kaluar kompetencat e tua. Në moment kur ti e paske fuqin të kaloke kompetencën, paske kompetencë kryeministrit, kryetarit bashkisë, presidentit, gjykata kushtetuese thot me të drejtë Erion Velia thot që edhe spakun ky e paska në dorë, atëherë ky mi paska bërë të gjitha. Më kupton çfarë do të them. Më vetëm një gjë që s'ka në dorë është Strasburg, për cilën ai e do këtë mundësi që të dëgjojë sa më shpejt atje për treguar që Edi Rama e kishte gabim dhe gjithë të tjerët. Kaq, unë kështu e besoj të paktën. Unë mendoj, në të njëjtin kontekst jam, mendoj që tashmë Velia ka kuptuar që
Edi Rama i ka dhënë duart, mendoj që fakti që ditën e sotme ju ngarkua përsëri një çështje tjetër në SPAK, kaloi në heshtje, por GKK-ja kishte urdhëruar SPAK-u mos gaboj që të përfshinte dhe Maznikun, jo vetëm Veliajn, por dhe Maznikun për 5 maj. Të shpërndësimet. Besoj që po i bën shumë çështje. Në fund e jep gjykata fjalën a është fajtor apo jo. Por një politikan i ri me kaq shumë çështje mbi supe dhe me këtë luftë politike, ai e di që tashmë do duhet të reagoj. Të 5 maj është dhe Rama, Të 5 maj është dhe Rama, po, se ma the dje, po si çështje. Po se ka VKM-n e për shpërndësimin. Po, ka dhe VKM-n. Fakti që SPAK-u tashmë ka ato veprimtaritë e veta. Çuditërisht doli kjo 2-3 ditë përpara kur shkoi Van Horni te presidenti, se dëgjova ca në televizor që thoshin Van Horni shkoi tek Begaj se e thriti Begaj. Mi fjalë. Pse është idiotësi ta dëgjosh nga pavarësisht se unë kam miq, po i më pëlqen sa herë që thojnë gjëra. Po mirë, ma se gjithë se cili të them. Po nuk i falet kjo. Një person që merr nga me ligjin. Edhe është njohur shumë i mirë që e thriti Baromi, presidenti i Shqipërisë, thriti atë të dërguarën me punë, pra ambasadorin e komanduar, po ta them. Ambasadori e komanduar. Van Horni ta pyesi, ç'a të bëjmë me këtë Erionin? Ta dekretoj zgjedhjet e reja me fjalë apo ta lej, dhe e thriti për këtë punë që gja mos bënte gabim për t'i kërkuar asaj se kështu e thanë? Po më kështu thanë. Po mirë, s'ka gjë. Tani, a kupton tani, kjo nuk ka lidhje që e thriti ai që ti kërkote lej kësaj ta bëjmë, edhe para është që këtu është skandaloze edhe kjo herë. Se ç'pun ka presidentit ti marri mendje ambasadores, po me idenë që këta janë shumë të afërt për vlerësimin që kanë bërë më parë. Po është idiotësi thua që e thriti ambasadorën për të shkelur ligjin në SPAK. Pa pikërisht. Ai nuk mund ta thrasi ambasadorën për të shkelur ligjin, nëse shkel ligjin ose kushtetutën. Dhe nuk besoj se ambasadori i Amerikës i ka dhënë dritën jeshile për shkel ligjin kushtetutës që t'i bënte nder Ramës për të mbajtë një kryetar bashkie që atyre nuk i hyn xhep fare. Në gjykimin tim si hyn xhep fare. Dhe nuk mundet një president të dekretoj zgjedhjet e reja se ja tha ambasadori dhe të shkeli kushtetutën dhe t'i bindet kryeministrit dhe të harxojnë gjithë pushtetet dhe këtu që kemi s'kemi qeveri. As president, as pas kemi asgjë, më këtu kemi ku dëgjon, ku shuje del të është kuplara. Futet njëri, thot do bësh si them unë. Futet tjetri, po se interesat janë këtu për momentin dhe hajta bëjmë. Të që kemi shtet kuplara, dhe nuk pas kemi fare as pushtete, as të ndara, as të bashkuara. Jemi një organizëm i madh pushtetar dhe gjithë i mbushur me pushta. Me thonë, pa e zjatë shumë se ndoshta është e tillë. Do e mbyllësh se je edhe për tikur? Do mbyllësh ti ta mbyllon. Mbyllë më vetë, s'ka gjë. Okej, të dashur miq, sikurse ju kërkova dhe shpara, ju lutem na bëni share, like dhe subscribe. Dërgojnë edhe miqve tuaj në diasporë, sepse ky gest fare i vogël na ndihmon shumë që ne të jemi jo vetëm pranë jush, por edhe njerëzve tjerë që jetojnë jashtë Shqipërisë, por që kanë një perspektivë tjetër për vendin tonë, edhe ndoshta ne mund t'ia fusim kot dhe ndoshta na ndihmojnë në tjera argumente për shkak të emisionit apo dhe të lexueshmërisë apo shikueshmërisë. Ju falenderoj shumë dhe ju urojmë natën e mirë. Mirë,